Askush nuk e priste hyrjen e tij atë mbrëmje. Dritat u fikën për disa sekonda, muzika ndryshoi dhe zëri i prezantuesit njoftoi një surprizë të veçantë. Dolce rrinte në mes të sallonit me duart e mbledhura, zemrën që i rrite fort. Nuk i kishin thënë asgjë. Asnjë paralajmërim. Vetëm një ndjesje e çuditshme që diçka po vinte. Kur dera u hap dhe ai hyri, ajo e njohur menjëherë. Vëllai i saj. Për një çast, gjithçka tjetër u zhduk. Kamerat, dritat, banorët. Vetëm ai dhe ajo. U përqafuan fort me atë përqafim që nuk ka nevojë për fjalë, sepse i thot të gjitha, publiku brohoriti. Banorët buzëqeshën. Por Dolce ndjeu se brenda saj po ngrihej një mur emocionesh të përzira, gëzim, mall, frikë dhe një lloj ankthi që nuk dinte pse po i vinte. Ata u ulën përballë njëri tjetrit. Vëllai e shikoi drejt në sy, pa buzëqeshjen e zakonshme tallse. Ishte serioz. Kjo e bëri Dolcen të drejtohej pak më shumë në karrige, po të them si vëlla, tha ai me zë të qetë, por të prerë. Shijoje këtë eksperiencë. Mos u mbyll. Mos u freno nga frika se çfarë do të thonë të tjerët. Dolce gëlltiti. Ai vazhdoi, nëse ndihesh mirë me dikë këtu brenda, mos u ndje fajtore për këtë. Je e rritur. Je e vetëdijshme. Dhe askush nuk ka të drejtë të ta marrë këtë. Disa banor u pan mes tyre. Fjala dik u kuptua nga të gjithë, edhe pse nuk u përmend emër. Pastaj toni i tij ndryshoi pak. Jo i ashpër, por më i rënd sa i përket mamit. Ndaloi për një çast. Unë do të flas. Për gjërat që janë thënë. Për cigaret. Për çdo keq kuptim. Nuk ke pse të mbash gjithçka mbi supe. Dolce uli syt. Ishte një bar që e kishte ndjerë çdo ditë aty brenda. Fjalët e jashtme që futen më shpejt se ajri, ai mori frym thellë dhe shtoi, dhe për jetën tënde përpara kësaj shtëpie. Mos u justifiko. Askush nuk është perfekt. Askush nuk jeton sipas rregullave të tjerëve. Fjalët e tij ranë. Jo sepse ishin të ashpra, por sepse ishin të vërteta. Dolce ndjeu sytë t'i mbusheshin, por nuk qau. Thjesht tunte kokën lehtë. Sikur po thoshte, më në fund dikush e tha, unë jam jashtë, përfundoi ai. Dhe jashtë ka zëra. Ka fjalë. Ka gjykime. Por këtu brenda je ti dhe ti duhet të jetosh me veten tënde, jo me thashethemet. Kur u ngrit për t'u larguar, e përqafoi sërish. Këtë herë, më gjatë. Më fort. Dolce e ndjeu sikur po i linte diçka, jo leje, por forcë. Kur dera u mbyll pas tij, salla mbeti në heshtje. Banorët nuk flisnin. Secili kishte marrë diçka nga ajo që ishte thënë. Por për Dolcen, ajo mbrëmje kishte qenë më shumë se surprizë. Kishte qenë një përballje, më vonë, vetëm, ajo u ul pranë dritares. Nuk po mendonte për kamerat. As për publikun. Po mendonte për fjalët, shijoje. Mos u fshi, mos u justifiko, ndonjëherë mbështetja nuk vjen për të mbrojtur nga bota, vjen për të kujtuar kush je, dhe ajo mbrëmje, për Dolcen, ishte pikërisht kjo.